presidenti ja ka boni hap, tu deklaru se do ta çojë çështjen marrëveshjen e arritme në Bruksel në gjykatë për interpretim në gjykatë kushtetuese, madje janë disa burime që do të kërkoj pezullimin si mos e përkohshme të kësaj marrëveshje derisa nuk e thot gjykata fjalën e saj. A është që kjo zgjidhje sipas jush, a zhbllokon situatën që kjo zgjidhje që ka ofruar shefi i shtetit? Presidenti jam me këtë kërkesë e ka nisë ndoshta një mundësi mu zgjidh, po nuk e zgjidh. E ka nisë ndoshta, për shembull, eventualisht gjykata kushtetuese, ti mundesh të thonë po atë që ti s'po respekton vendimin tjetër. Po ajo vi gjet gabime me anulu këto, vërtet bjen kauza që e kem na me cilën na po luftojmë edhe kthehet në normalitet Kosova. Po nuk guxojmë me mendu si zgjidhje vetëm nisjen. Pse? Për shkak se na po kemi përvoja për të kaluamës, dilema, e plot dyshime se sot nuk i besoni gjykatës kushtetuese. Unë i besojmë ajo, po e kaluamja na ka prunë situata që me qenë në një mënyrë djegun. Nuk është në veri, mo, Hasani. Ja, mos të kesh kuptohem se ai hala po merret me aleancën. Unë vjen kesh tash për të thënë çfarë do të qofshin, po nuk mund me periodiku. Kur gjë, mos harroni, nuk e ka zgjidhur problemin pse e ka ka nisë mundësinë, ndoshta zgjidhet përmes gjykatës, ana s'ka problem. Pajtimin ju në takim të presidentit të shkoj çështja në gjykatë? Na nuk jemi palë. E kupton, është vetëm presidenti.